Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në emisionin të rinj për të rinjt në RTS Korça. Një hapësirë ku zëri, energjia dhe talenti të rinjve bëhen pjesë e skenës dhe ekranit. Në qytetin e Korçës ka nisur provat për organizimin e Rinj Show, një aktivitet artistik që synon të promovojë talentet e reja. Të rinjt janë përfshirë në përgatitje duke sjellë pasionin dhe kreativitetin e tyre në disiplina të ndryshme si kënga, kërcimi dhe interpretimi artistik. Ky spektakël pritet që të sjellë në skenë energjinë dhe shpirtin krijues të rinisë së qytetit, ndërsa përgatitjet po zhvillohen me shumë entuziazëm. Për të mësuar më shumë rreth këtij aktiviteti dhe për të njohur më nga afër të rinj pjesëmarrës, ne kemi sot në intervistë drejtues dhe pjesëmarrës të këtij projekti artistik. I ftuari i parë është regjisori Antonio Tolla. Përshëndetje, faleminderit që e pranuat ftesën. Faleminderit juve që më ftuat. Çfarë është Rinj Show dhe cili është qëllimi kryesor i këtij aktiviteti? Kjo është një pyetje shumë e gjerë në fakt, po unë po i përgjigjem shkurtimisht. Është një spektakël që bën bashkë të gjitha shkollat e mesme për të nxjerrë në pa talentet që kanë të rinjt. Qoftë edhe ata që janë pak të ndrydhur, le të themi, po që është një spektakël që është gjithmonë në rritje, shkollat kanë gjithmonë më shumë pjesëmarrje dhe është një aktivitet që në qoftë se një ditë nuk do të ishte, Korça për një periudhë do të ishte bosh. Si lindi ideja për organizimin e këtij spektakli për të rinjt? Tani unë nuk kam qenë në 2012 në gjimnas, po që ideja ka lindur nga një dëshirë shumë e mirë, më merr mendja, sepse arti është gjithmonë i mirë. Të rinjt janë gjithmonë gati për të përfaqësuar veten në fusha të ndryshme që ata mendojnë se kanë talent, edhe mendoj që është një nga spektaklet më në zë të momentit në qytetin e Korçës, sepse është maraton. Zhvillohet për rreth 2 muaj provat edhe pastaj vazhdoj me shfaqjet që janë gati një javë. Sa të rinj janë përfshirë deri tani në këtë aktivitet? Janë shumë. Janë shumë edhe më vjen shumë mirë sepse çdo vit edhe më shumë ka gjithmonë më shumë të rinj që duan të marrin pjesë, duan të aktivizohen. Ka të rinj që marrin pjesë në 2-3 vende, domethënë duan thjesht të marrin shumë pjesë, edhe në qoftë se nuk janë të talentuar, duan thjesht, po shikoj se unë mund të bëj diçka, shikoj fut më këtu, më fut atje. Më vjen shumë mirë që janë të organizuar dhe që duan të bëjnë diçka për veten e tyre, dhe që duan të merren me art është kryesorja. Cilat janë disa prej disiplinave artistike që do të shohim në skenë? Disiplinat artistike janë kënga, aktrimi, baleti, sfilata dhe mund të ketë etyd baleti ose etyd aktrimi. Sa e rëndësishme është për qytetin e Korçës promovimi i talenteve të reja? Po duke parë rinin që po turret rreth gjërave që nuk kanë lidhje me artin, mendoj që në qoftë se janë sadopak të rinj që merren me art, kjo prapë është vlerë për qytetin. Është kështu mendoj. Mendoj që është shumë vlerë e madhe që qyteti tonë të ketë edhe në vazhdimsi njerëz që merren me art dhe sidomos të rinj. Çfarë roli luan Qendra e Kulturës dhe Inovacionit në përfshirjen e të rinjve në art? Është roli kryesor. Domethënë është zemra dhe truri i të gjithë aktivitetit. Në qoftë se ne nuk do të kishim ambiente ku të bënim prova ose në qoftë se profesore Blerta nuk do të ishte e gatshme për të na ndihmuar edhe në orët e para të mëngjesit kur unë i shkruaj dhe i them si do bëjmë për provat, do t'i alternojmë, thot mos ki me rak, se edhe unë kam me rak, se më shkruajnë edhe mua studentët, që Antonio kur i kemi provat, që të alternojmë me kurset, me gjërat, qendra në qoftë se nuk kishim qendrën do ishim bosh. Dhe nuk do kishim ku të bënim provat. A do të jetë Rinj Show një aktivitet që do të zhvillohet çdo vit? Dëshira ime është që të zhvillohet çdo vit. Madje tani është bërë edhe një spektakël i ri, nuk e ka bërë vitin akoma, është era e parë që bëhet, quhet Akt Plus. Ka qenë ideja e Blerta Belliut, që e falenderoj që domethënë i përfshin të rinjt gjatë gjithë kohës që të merren me art. Dhe shpresoj të ketë gjatë gjithë kohës vetëm Rinj Show, Akt Plus, gjëra që kanë lidhje me artin. Nuk është domosdoshme të jetë vetëm Rinj Show edhe Akt Plus, le të jenë edhe gjëra të tjera. Po që Rinj Show nuk dua në asnjë mënyrë që të stopohet për ndonjë vit siç na i stopoi pandemia 2 vjet me radhë. Si janë pritur nga të rinj këto iniciativa kulturore? Janë pritur në mënyrë shumë të mirë. Domethënë shikoj të rinj që duan të marrin pjesë edhe për shembull një iri që ka talent në aktrim, thot, po ta provoj edhe një herë baletin, ta provoj edhe një herë muzikën,
po ta provoj edhe një herë këtë tjetrën. Më vjen mirë që kanë këshëri për të mësuar edhe për të dëgjuar. Kjo është kryesorja. Pastaj të tjerat shikojnë me Sa shfaqje. sfiduese është të punosh me një grup të madh të rinj artistë? Nuk është shumë sfiduese për sa kohë të rinj të dëgjojnë dhe janë kokulur dhe punojnë. Në mos gaboj, Raçi Qirinxhi është një nga shkollat më të mëdha të qytetit edhe ka pjesëmarrës këtë vit rreth 130-140 nxënës. Unë jam përfaqësuesi, domethënë regjizori i shkollës Raçi Qirinxhi dhe nuk e kam shumë të vështirë të merrem vesh, sepse mund t'i ndash ose në grupe ose edhe kur i merr të gjithë ata dëgjojnë. Nuk është se janë nxënës, domethënë që krijojnë probleme ose diçka të tillë. Janë nxënës që dëgjojnë edhe vinë për të bërë provat dhe për të mësuar diçka dhe për të shfaqur talentin e tyre. Nuk është as pak e vështirë nëse se nxënësit punojnë. Nëse se nxënësit nuk punojnë, pastaj do detyrohesh që t'i ndash me grupe, që të zgjedhësh gjërat më të mira për një shfaqje sa më të mirë. Çfarë elementesh të veçantë do të ketë ky spektakël në skenë? Këtë nuk mund ta them. Nuk mund ta them sepse ju humb lezetin e spektaklit. Sa kohë zgjat procesi i përgatitjeve për një aktivitet të tillë? Po ka pasur raste ka zgjatur 1 muaj e gjysmë, ka patur raste ka zgjatur 2. Varet si alternohemi me provat dhe kur fillon. Për shembull, këtë vit ka filluar pak më shpejt dhe më merr mendja do kemi pak më shumë kohë. Besoj nga fundi i prillit do të kemi shfaqjet e para. Ose do të jetë finalja nga fundi i prillit, mendoj. Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje nga talenti i të rinjve pjesëmarrës? Çfarë më ka bërë më shumë përshtypje nga talenti i të rinjve pjesëmarrës? Përveç talentit janë edhe të rinj shumë të mirë, shumë të kulturuar. Janë nxënës, siç e thash, që kanë këshëri për të mësuar, nuk është se janë, domethënë vinë, le të themi që të lënë orë të mësimit. Vinë sepse duan të vinë, kanë vërtet atë dëshirën që dua të punoj, dua të merrem me art, dua të shikoj që bëj unë për këtë gjë, nuk bëj për këtë gjë. Domethënë duan të merren me diçka të mirë, nuk duan të merren me gjëra që janë kalimtare, se arti është gjithmonë pjesë e jetës, se për ditë shohim filma, për ditë shohim videoklipe, muzike dhe pse jo, këta të rinj duan të merren me këto gjëra. Domethënë është një startup shumë i mirë që të rinjt ta fillojnë nga Rin Show dhe më pas, sepse unë jam vetë një nga ata të rinj që kanë filluar nga Rin Show dhe sot jam një nga aktorët e teatrit Andonza Koçajupi në qytetin e Korçës. A ka ndonjë performancë që ju ka surprizuar gjatë provave? Është akoma herët, po vëre që ka goxha talente që do spikatin këtë vit për herë të parë. Nga vitet e para të shkollave të mesme ka shumë talente. Ka shumë talente dhe shpresoj, po e di që do vlerësohen. E di që do vlerësohen sepse talenti është si puna e Floririt që ta hedhësh në fund të skenës, prap do ta gjej atë mënyrën për të ndritur. Si motivoni të rinj gjatë procesit të përgatitjeve? Nuk është se i motivoj gjatë gjithë kohës, thjesht i vë para përgjegjësisë që kjo është punë edhe puna duhet bërë. Tani përderisa ne e kemi marrë përsipër ta bëjmë këtë punë, se unë në regjizor jam dhe nëse unë nuk do kem të rinjt nuk e bëj dot. Dhe mundohem të vë veten para përgjegjësisë që ma kërkon puna dhe mundohem t'i fut edhe nxënësit në këtë lloj uje që të kemi me çfarë të merremi dhe mos ken shumë motivimin ta gjejnë nga puna. Domethënë puno, do ta gjesh motivimin rrugës. Çfarë rëndësie ka arti për zhvillimin e të rinjve? Çfarë rëndësie ka arti? Për zhvillimin e të rinjve. Mendoj që është zhvillimi më thelbësor i njeriut, jo i të rinjve. Në qoftë se një njeri nuk është sadopak i apasionuar pas artit, mendoj që nuk mund të ketë një shpirt të gjerë. Për të kuptuar gjërat edhe për të jetuar. Po. Çfarë këshille do t'ju jepni të rinjve që duan të merren me art? Të fillojnë sa më shpejt të merren me art. Sa më shpejt të fillojnë të merren me art. Sikur edhe të gabojnë, të rëzohen, prap duhet ta fillojnë edhe një herë dhe të thonë do ta provoj, sepse në fillim është ai ngërçi. Unë kam pasur vetë problem, sa më theshte Bardhi që ti nuk bën për aktor. Edhe sot jam një nga aktorët e teatrit, siç e thash, po që ideja është të startojë një si gjë. Çdo i ri duhet ta ketë atë dëshirën për t'u marrë. Në qoftë se dëshira nuk është, nuk ka se si të merret. Si filloi rrugtimi yt si aktor? Rrugtimi im ka filluar që në 2017 kam qenë përfaqësues i shkollës Themistokli Gërmenji. Kemi bërë një skeç që ka bërë buj dhe kemi shkuar edhe në Portokalli me atë skeç. Kanë qenë dy figurat heroike të vendit, Themistokli Gërmenji dhe Raçi Qirinxhi, më pas ka qenë figura e shquar Fajkonica.
Sadik Dilka është gjimnazi Voskopit, edhe unë që isha dokja, isha thjesht mblidhja në një lokal, domethënë, edhe krijoheshin situata shumë komike. Pas kësaj mua më lindi dëshira për të bërë aktor. Edhe jam aktivizuar me çdo lloj aktiviteti të mundshëm që kishte të bënte me aktrimin në qytetin e Korçës, se nuk më merr mendja të kem talent as për kërcim as për këngë. Edhe ju përkushtova shumë. Sa i thash mamas një ditë që se unë nuk kam qenë nxënës i mirë në gjimnaz për të vërtetës, tash që mos bëhemi kështu se nuk sheh diçim. I kam thënë mamas një ditë që në qoftë se unë nuk fitoj Akademinë e Arteve, mua do më futesh për juridik, i thash. Ti për juridik ti nuk lexon libra, nuk bën ti për këtë punë. Dhe aktrimi në fakt do më shumë të lexosh se sa shkollat e tjera. Dhe unë si të thuash e kam filluar gjimnazin nëntëvjeçaren dhe universitetin nga e para kur fitova Akademinë e Arteve. Kjo ishte pastaj në momentin që unë kam mbaruar Akademinë e Arteve, më ka marrë në telefon Zamira edhe më ka thënë bëj gati dokumentat se do futesh në punë. Dhe do me thënë mbas 6-7 muajsh të fillosh punë për mua ishte shumë arritje e madhe. A ishte i vështirë si rrugtim? I akademisë apo i gjithi? I gjithi rrugtim. Jo, i vështirë nuk ishte, do me thënë kisha shpresë që unë mund të bëhesha aktor. Dhe do me thënë, rria edhe, kam dendur edhe 2-3 net pa fjetur gjumë, nga që doja, do me thënë, i kam dhënë shpirtin kësaj gjeje dhe nuk e ndaj dot nga vetja. Edhe në qoftë se një ditë më ndodh diçka që mua më shkëput nga kjo gjë, unë prap do ta gjej një moment që të merrem me këtë punë. Qoftë edhe një herë në vit, nuk është ndonjë gjë e madhe. Thjesht nuk e shkëput dot. Për mua është një shprehje që unë e kam edhe tatuazh, është pasioni mbi përfitimet. Në qoftë se ti e bën gjën me pasion, do kesh përfitime të tjera, dhe jo vetëm monetare, po edhe shpirtërore. Në qoftë se ti e bën vetëm për çështje monetare, atëherë është pak problem. Rikthehemi sërish te Trin Show. Çfarë mund të pres publiku nga ky spektakël? Publiku do të pres spektakël, si çdo herë tjetër, do ketë spektakël të garantuar. Si nga unë, si nga Rogersi, nga Renato që janë udhëheqës shumë të mirë, si që thash që ka talente shumë, dhe këtë vit më bën përshtypje se ka talente që nuk kanë marrë pjesë 2 vitet e para dhe këtë vit kanë shpërthyer direkt. Kanë shpërthyer. Më vjen shumë mirë për këtë. A e ndjen ndryshimin mes të qenit regjisor dhe të qenit aktor? Cila të pëlqen më shumë, me cilën ndjen më shumë përgjegjësi? Mendoj që një regjisor i mirë duhet jetë aktor i mirë që të bëhet regjisor i mirë. Unë nuk është se jam aktor i mirë. Okej. Nuk e di, nuk është se dua ta mburr veten ose të them, domethënë të vlerësoj veten, nuk e kam bërë kurrë këtë gjë. Po janë të dyja të vështira. Aktrimi ka vështirësinë e vet, regjia ka vështirësinë e vet. Domethënë që të bësh një regji duhet të kesh koncept mbi aktorin, edhe mbi regjin. Që të bësh aktrimin duhet të kesh koncept mbi rolin, edhe të jesh si të thuash plastelin në duart e regjisorit që ai të jap formën që do. Cili ka qenë roli yt i preferuar që ke vënë në skenë? Roli im i preferuar është Boris nga Përtej Horizontit. Nga Përtej Horizontit, po. Tash edhe kujtesa bën vetëm se jam edhe pak i lodhur nga provat, me thënë drejtën, po që Përtej Horizontit është edhe vërtet një shfaqje shumë e rëndë dhe shumë kuptim plote. Dhe ishte një rol që e thyente sadopak atmosferën, nuk e mbante në atë dramën familjare që ndodhte atje, kishte çdo lloj ngjyre të mundshme që mund të ketë një karakter, dhe besoj që do mbetet gjatë një nga rolet e mia të preferuara. Po ndonjë rol që e ke ndjer më të vështirë për të përshtatur ose më të vështirë për ta transmetuar tek të tjerët ashtu siç thuaj? Ky rol ka qenë në akademi, në rëndësia e të qenurit i ndershëm, ka qenë në roli i Algernonit. Ka qenë, domethënë, si punë spiceri, kështu që hidheshe nga një situatë në një situatë tjetër dhe duhet të ndronte emocionin, dhe për të qenë sa më shumë i besueshëm, unë punoja me emocionet vazhdimisht, derisa në fund besoj që e kam bërë, po jo atje ku kam dashur, për hir të së vërtetës, se kam qenë student. Tani, nëse më jepet prapa ai rol, unë do ndryshoja me patjetër shumë gjëra. Çfarë mesazhi dëshironi t'ju jepni të rinjve që kanë talent, por ndoshta hezitojnë që ta shfaqin ata? Po nuk e di pse duhet të hezitojnë për të shfaqur talentet, sepse shiko, njerëzit që kanë talent për mua janë të bekuar. Sikur i ka pikuar Perëndia, thon korçarët. Në qoftë se ti mendon që mund ta bësh një gjë, po je pak i drojtur, duhet thjesht domethënë të thuash, "Ok, do ta provoj."
siç ja ke mbushur mendjen vetes që unë bëj për këtë gjë, ashtu duhet t'ja mbushësh mendjen vetes që do ta provoj një herë. Pse mos e provoj? Shumë faleminderit Antonio. Jo, faleminderit juve që më ftuat. Ishte vërtet një bisedë shumë e këndshme. Shumë faleminderit. Mirë, sot shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me disa prej pjesëmarrësve në Rin Show. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer në studio tashmë me specialistëve të muzikës Gloria Nure dhe Evanthi Ile, pjesëmarrëse në Rin Show. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Atëherë, Gloria, çfarë është Rin Show dhe cili është qëllimi kryesor i këtij aktiviteti? Rin Show në vetvete është një emër vetë shpjegues, si të thuash. Është show, shfaqja, spektakli i të rinjve. Është hapësira dhe mundësia që u jepet atyre për të shfaqur talente të ndryshme në fusha të ndryshme. Për fat mirë, është një eksperiencë disa vjeçare tashmë në qytetin e Korçës dhe me shumë siguri do të vazhdoj për aq kohë sa do të vazhdoj rinia, pra gjithmonë. Si lindi ideja për organizimin e këtij spektakli për të rinjt? Nuk jemi ne ideatorët, por nuk është e vështirë ta kuptosh që të rinjt janë zëri më i rëndësishëm në një vend të caktuar, në mbarvajtjen e atij vendi. Dhe si pjesa më e rëndësishme e një vendi të caktuar është momenti kryesor për të menduar se si do e fuqizojmë ne këtë zë, çfarë hapësire dhe çfarë mundësie do i japim këtij elementi shumë të rëndësishëm të përbërjes së shoqërisë për të shfaqur aftësitë dhe talentet e tyre. Dhe Rin Show besoj se ka lidhur pikërisht nga dëshira e mirë për t'u dhënë të rinjve mundësinë për të shfaqur shumë aftësi dhe shumë talente që ndoshta në forma të tjera dhe në mënyra të tjera e kanë pak të vështirë ti shfaqen. Po. Sa të rinj janë përfshirë deri tani në këtë aktivitet? Shumë të rinj. Minimalisht shkollat mund të kenë rreth 60, 70, 80 deri në raqe që arrin 100 e pak nxënës, student dhe sa mirë që ka pjesëmarrje dhe ata vinë me dëshirën e mirë, jo vetëm për të shfaqur talentet e tyre, por edhe për të bashkëvepruar me njëri tjetrin dhe për të krijuar shoqëri. Eva, besoj po? Po, patjetër. E kanë kënaqësi edhe shoqërore përveç se profesionale ose artistike. Eva, si u bëre pjesë të Rin Show? Në fakt, unë e kisha parë dhe herët e tjera, vitet më përpara, dhe mendova pse jo, duke qenë që është hera ime e parë, dhe mendova pse jo të mos marr pjesë. Duke i parë dhe zakonisht që vinë nxënës që na njoftojnë që do bëhet Rin Show, shkova tek Pallati i Kulturës dhe aty mora pjesë. Dhe shpresojmë që t'ja dalim së miri. Në cilën disiplinë artistike po performoni? Tani për momentin jam në aktrim, këndim, por edhe kërcim. E shikon, janë të rinj të gjithanshëm që marrin pjesë kudo dhe nuk kanë ndrojtje si më pëlqen kjo gjë, po, pavarësisht se Rin Show, më duhet ta them është pikërisht evidentimi i atyre të rinjve që janë pak më të fshehur se pjesa tjetër. Se karaktere si Eva për shembull që janë pak më të mësuar, si të thuash, me këtë dritën, ka dhe karaktere të ndryshme që nuk janë edhe aq të tërhequr dhe janë të friksuar, dhe Rin Show pikërisht bën evidentimin e këtyre talenteve që kanë pak të vështirë. Si po zhvillohen provat për Rin Show? Për momentin Qendra e Artit dhe Kulturës është një uragan i vërtet. Ne rrim në përzyra dhe dëgjojmë zhurmë, zbresin, ngjite nga shkallët në dyert, kaq shumë vitalitet, kaq shumë energji, sa mirë që në këtë periudhë shijojmë shumë. Periudhën mars, prill, maj që edhe unë personalisht të shijoj shumë që zhvillohen provat e Rin Show. Të gjitha hapësirat në Qendra e Artit dhe Kulturës janë nga gatishmëri të provave. Më pëlqen që mund të ulen edhe jo në karige, po ulen në shesh të gjithë, flasin me njëri tjetrin, bisedojnë. Domethënë sa më bukur dhe sa më rinore vjen kjo energjia, gjithmonë në Qendrën e Artit dhe Kulturës ose jashtë ose në përshkallë, kudo që të kenë mundësi, ata nuk ndruhen të shprehin aftësitë e tyre. Sa sfiduese, më fal, është të punosh me një grup të madh të rinj artistë? Sa sfiduese është në fillim, deri në momentin që ata shtrohen dhe e kuptojnë se çfarë duhet të bëjnë. Nuk është edhe më pas aq sfiduese kur ata çfarëdo dhe karakteri dhe natyre të kenë, mësojnë me atë idenë që ne po bëjmë diçka, duhet të përgatitemi, pra derisa e marrin seriozisht dhe derisa vinë me qef, pastaj mezi presin që të fillojnë prova dhe nuk e kanë më mendjen pastaj të bisedojnë me njëri tjetrin ose sepse kjo është e mira, ata e kanë me qef, e duan atë që bëjnë. Dhe sa mirë që e kanë kuptuar
që mund ta bëjnë këtë gjën, rinshohen që tani sa janë të rinj. E kanë të kultivuar, si thua, mbase korçarët e kanë pak në deja artin edhe duan edhe përpiqen sa më shumë të marrin pjesë. Po e thash, sa sfiduese është në fillim, aq edhe e thjesht bëhet pastaj, sidomos kur ata e kanë me dëshirë. Eva, po ju si po përgatiteni për këtë spektakël? Atëherë dita ditës vazhdojmë me provat ku çdo ditë nuk i ngjason një ditë sepse provat zakonisht zgjaten shumë shpejt, zakonisht mbarojnë më herët dhe njëkohësisht të shumë emocion për dalë sfiduese siç e tha dhe Gloria. Sepse ne nuk jemi vetëm të rinj, por duam që të promovojmë dhe të promovojmë shkollën mbi të gjitha, veten tonë, por edhe vendin. Shiko se janë edhe në fillim të provave, edhe janë pak të requr tani derisa të njihen mirë me njëri tjetrin. A ke performuar ndonjëherë në skenë më parë para publikut? Po, kam performuar në fakt, performimi im ka nisur që e vogël, unë zakonisht në moshën 4-5 vjeçare deri në moshën 10 vjeçare, kam nisur kursin për piano dhe për këndim. Por më pas për shkak të rrethanave të ndryshme e ndërpreva dhe tani pikërisht më ka ardhur rasti dhe mundësia ku vazhdoj prova si me rinj show, por edhe me profesor Bledi Polejnë në aktivitete të ndryshme që kryejnë. Në moshën në 4-5 vjeçare siç e përmende, a ke qenë ndikuar nga prindit apo nga dikush tjetër apo ke pasur vetë talentin që do ta provoj? Sigurisht që një shtys shumë e madhe ka qenë prindrit patjetër, por edhe talenti im, shtysa ime, kënaqësia ime që doja të arrija, ndoshta jo ëndra e vogël se çdo fëmijë që e kanë në strirtar për të arritur. Dhe mendova pse jo. Të them diçka më shumë se sa kjo dëshira e vogël ose ëndrat e vogla që ka fëmia ka një vetbesim shumë të çuditshëm. Ka një vetbesim që thotë unë do ta provoj dhe do ta bëj këtë gjë. Prandaj është mirë që arti të kultivohet që në moshë të vogël, sepse sa më shumë rritesh, më shumë komplekse krijon pastaj. Dhe gjimnazi, ky konkurs për rinshon, ata janë në një moshë relativisht të madhe që e kanë kuptuar se ç'do të thotë. Është mirë që të edukohen që të vegjël, që në 9 vjeçare, siç ishte Eva për shembull, dhe kanë një vetbesim të çuditshëm dhe atë që duan e bëjnë, e arrin. Gloria, më fol pak për rrugëtimin tënd. Rrugtimi im, unë në fakt ndihem shumë e fat, jo vetëm që kam lindur në këtë qytet, i cili kam mbështetje dhe ka patur gjithmonë, unë që e vogël më ka patur mbështetje të pakushtëzuar nga bashkia e qytetit, nga qendra e artit dhe e kulturës, nga figurat drejtuese të qytetit që kanë patur në dorë jetën artistike, si thua, të elementeve artistik të vendit. Edhe unë kam nisur që e vogël, që në 9 vjeçare me pjesëmarrje në festivalin e fëmijëve. Ato evidentimet e para në shkollë nga mësueset e muzikës, edhe unë ju jam shumë mirënjohëse sot gjitha profesorëve dhe profesorëve që më kanë ndihmuar. Është e rëndësishme të shtrihet një dorë, si thuash, të marrin dhe të rrisin pastaj në gjirin e tyre. Më pas në gjimnazën vazhdova studimet tek Teftata Shkokoço, në degën e Kantos, edhe atje vite të arta, duhet të them, për plotësimin e botëkuptimit tim artistik dhe jo vetëm. Që në atë kohë kam qenë pjesë aktive në çdo aktiviteti që është bërë në qytetin e Korçës, në çdo fushë, në aktrim pak më pak, po kam marrë pjesë në aktrim, në këndim, në poezi, në prezantim, me shumë kënaqësi unë kam qenë gjithmonë e hapur për të zgjeruar, si thuash, fushat e mia artistike. Po ka qenë një rrugtim i pandërprer. Do me thënë që prej moshës 10 vjeçare ose edhe më pak, deri tani unë kam qenë gjatë gjithë kohës në jetën artistike të qytetit, për fat mirë. Çfarë ndjesie kishe kur dole të performoje për herë të parë në skenë? Në fakt për habin time, unë kisha emocione 5 minuta para se të futesha në skenë, dhe kur dilja në skenë unë haroja çdo gjë. Edhe këtë gjë e kam akoma dhe sot, dhe madje në një koncert të fundit që patëm, unë pyeta, duket që kam emocione, dhe të gjitha po unë kam shumë. Po është aftësi, besoj që ose fitohet me kalimin e kohës ose është e lindur, po nuk e kam ndjer asnjëherë problem, domethënë emocione në stadin problematik. Gjithmonë kam qenë gati dhe e hapur, sepse kuptoj që në art kur je live mund të ndodhë edhe diçka që nuk mund të shkojë mirë, nuk duhet të penalizohesh, duhet ta pranosh çdo gjë ashtu siç të vjen. Dhe pastaj me pak eksperiencë mund ta zgjidhësh siç duhet. Le të rikthehemi sërish në Rin Show. Çfarë elementesh të veçantë do të ketë ky spektakël në skenë? Element të veçantë do ketë çdo fushë, pra si në këndim, si në aktrim, si në sfilata. Konkretisht ne nuk mund ta prishim surprizën dhe nuk mund të themi, e tha dhe Antonio që pare këtë gjë,
por e rëndësishme është që do ketë spektakël, do ketë show, për ne më shumë e rëndësishme është që vetë të rinjt të kënaqen me punën që do bëjnë ata, pastaj se si do përcillet te publiku është gjë subjektive, por duhet që të rinjt të kënaqen me njëri tjetrin, ta shijojnë sa më shumë, të kalojnë kohë të bukur me njëri tjetrin, ta mbajnë mend, sepse rinia mbajt mend gjithmonë, sidomos jeta jonë artistike, që jemi sa ndej këtej gjithmonë, këto mbajnë mend edhe ato i shijojmë. Kështu që do ketë spektakël, do ketë show, po për më tepër ne do ju ftojmë të vini në teatr të na ndiqni live. Sa kohë zgjat procesi i përgatitjeve për një aktivitet të tillë? Minimalisht 3 muaj. Minimalisht 3 muaj, sepse të rinjt, duke mos patur atë disiplinën e përditshme artistike, sepse nuk e kanë profesion, ju duhet pak kohë sa të shtrohen në fillim. Jashtë karaktereve të tyre, që dikush mund të jetë më i hedhur, dikush mund të jetë pak më i trequr, jashtë karaktereve të tyre duhet 1 muaj kohë, 2 muaj kohë sa të përshtaten me veprën që kanë përpara, me rolin që duhet të marrin, dhe pastaj me njëri tjetrin, të punojnë në grup, që të lidhen bashkë me njëri tjetrin, të marrin dhe të fitojnë atë idenë e përgjithshme. Kështu që minimalisht 3 muaj duhen patjetër. Dhe ne prandaj fillojmë që tani, kemi filluar qysh në fund të shkurtit që nxënësit të fillojnë të mësojnë me njëri tjetrin. Eva, po sa kohë i kushtoni provave çdo ditë? Zakonisht 4-5 orë, ndonjëherë mund të rrimet e 6 orë, për shkak sepse unë duke qenë që jam edhe në aktivitete të tjera, për shembull jo vetëm aktrim, por edhe kërcim, dhe më duhet që të kushtoj një kohë akoma më të madhe. Nëse ne nuk do e mbyllim qendrën, 24 orë ajo do ishte plot. Do lodh, do shkonin në shpitanin bukë dhe do vinin prapë. Çfarë do thotë për ju të përfaqësoni talentin e të rinjve të Korçës? Në fakt për mua është një krenari, por edhe një emocion shumë i madh, kryesisht për të rinjt e Korçës, sepse jo të gjithë ju jepet kjo mundësi, por për duke qenë që është rin show dhe ftojmë edhe të rinj që të marrin pjesë, të heqin atë ndrojtjen e tyre dhe të guxojnë dhe të thonë pse jo, unë mundem. Sepse çdo kush mundet. Po, sigurisht. A ka ndonjë performancë që ju ka surprizuar gjatë provave, Gloria? Më tepër se sa veprat në vetvete, që mund të jenë vënë disa herë dhe do të vazhdojnë të vijen disa herë, për te koncepteve të reja, ajo që është e çuditshme është talenti i këtyre të rinjve. Dhe për mendimin tim ajo është më e rëndësishme, sepse vepra do ketë në çdo kohë, të reja, të ndryshme, të vjetra, s'ka rëndësi. Siç e vendos një artist, nuk e vendos një artist tjetër në skenë, e rëndësishme është talenti dhe surpriza më e madhe që ka qenë këtë vit janë talentet. Aftësia e tyre me njershme, disa në vit parë, disa në vit fundit, s'ka rëndësi. Talenti dhe aftësia e tyre ka qenë surprizuese për ne dhe është mundësi e mirë në show në fakt, pikërisht për këtë, sepse shërben si një shkollë më vete, si të thuash. Është një, për shembull, nuk e di nëse e jeni të informuar apo jo, më të mirët e rin show-t do të konkurrojnë në Puls Korça, është e organizuar nga Këshilli i Qarkut dhe atje pastaj ne do të shkojmë në një festival. Në vërtet. Në Korinth, po, në data 2 dhe 3 maj. Do me thënë është një bazë shumë e mirë rin show që ta hap edhe dyer dhe rrugë të tjera pastaj. Prandaj them, surprizues duhet të jetë talenti në vetvete, jo vepra dhe pastaj ai ta dyert për shumë. Si motivoni ju të rinjtë gjatë procesit të përgatitjeve? Më beso ata na motivojnë ne. Jo ne ata. Nuk ka nevojë fare për motivin. Ja, ti ke Evën për shembull. Si Eva edhe të gjithë pas folsit. Ose i gjithë brezi i tyre, ata janë ata që na motivojnë, sepse ne ndonjëherë ndodhemi shpesh edhe të lodhur nga provat ose nga aktivitetet e tjera që kemi. Janë aq energjik sa na bëjnë të ndjehemi dhe ne prapë, siç ishim 18 vjeç ose 15 vjeç. Kështu që nuk kam fare nevojë për motivim. Por ndonjëherë ky motivimi ne në fakt që na thon si Gloria në këtë rast, na motivon, mund ta them dhe jemi vërtet falënderuese, ajo fjala në vetvete thjesht një fjalë sikur ti thuash një të riu, siç jam unë në këtë rast, është një motivim dhe një shtys për të vazhduar. Çfarë ndësie ka arti për zhvillimin e të rinjve? Unë do të thoja është një niveli jetik. Ashtu si që është edukimi që ne marrim që të vegjël, që në gjirin e familjes, dhe më pas ashtu si që mund të jetë besimi për një familje ose për një person të caktuar, si që mund të jetë dhe leximi, libri, filozofia, e të tjerë. Edhe arti, unë nuk e ndaj dot. Është një trekëndër shumë i rëndësishëm për mua, besimi, filozofia dhe arti.
arti është ushqimi i shpirtit. Po. Është ajo gjuhë që e flet e gjithë bota, pavarësisht alfabetit. Arti është elementi kryesor që na kupton ne të jemi më të vërtet, të jemi më origjinal, dhe sidomos është elementi që na bën të kuptojmë ne kush jemi, çfarë jemi, si jemi, dhe si ta vazhdojmë këtë gjë në të ardhmen. Kështu që për mua është një nivel jetik arti. Eva, ti në faktin rrugëtimet e para të talentit tënd, po çfarë mendon, çfarë rëndësie ka arti për zhvillimin e të rinjve? Patjetër që ka një rëndësi shumë të madhe, sepse ti zhvillohesh jo vetëm në ana kulturore, por edhe artistikisht. Zhvillohesh në radhë të parë si njeri, si individ, formon atë karakterin tënd dhe njihesh akoma më shumë me botën që na rrethon, sepse bota në vetvete është shumë misterioze, me shumë të papritura, sfida, dhe në këtë mënyrë përballesh me këto të papritura, mund të themi. Më vjen në mendje një shprehje tani për artin që thuhet është një gënjeshtër në shërbim të së vërtetës. Eva, cila është ëndra juaj në lidhje me artin në të ardhmen? Në fakt mund të duket shumë fjalë e madhe kur mund ta them e dashuroj artin, që e vogël e kam ndëruar që të vazhdojnë ato skenat e mëdha, të bëhem dikush, duke më inspiruar dhe nga figura të mëdha të shquara. Dhe ndoshta shpresoj që t'ja arri dhe me punë, përkushtim, durim, dhe shpresoj që ndoshta në një të ardhmen mund të them ja dola dhe ja ku jam. Në të ardhmen tënde do të zgjedhësh diçka në lidhje me artin apo diçka tjetër? Në fakt e mendoj edhe si pasion, ndonjëherë edhe si profesion. Kryesisht këndimi dhe aktrimi. Por akoma jam në këto dilema, duke qenë që jam edhe në vit të parë akoma dhe mendoj se ka kohë, por shpresojmë që të bëj zgjedhjen e duhur. Çfarë mesazhi ke për bashkëmoshatarët tuaj që duan të ndjekin pasionin për artin? Kryesisht mesazhi që dua të përcjell është të guxojnë, të zbulojnë, të mos tërhiqen, por të japin një shans vetes, sepse çdo kush mund ta provojë dhe mund të ketë një mundësi një herë të parë. Gloria, çfarë mesazhi dëshironi t'ju jepni të rinjve që kanë talent, por ndoshta dhe hezitojnë ta shfaqin atë? Në fakt unë e kam edhe pak nga eksperienca ime, si të thuash. Kur je vogël, mbase nuk të marrin edhe dot seriozisht të gjithë, sepse je ende e vogël dhe nuk i dihet e ardhmja çfarë do ketë përpara. Tani unë e tregoj gjithmonë si histori në çdo intervistë. Kur isha e vogël, unë merja ato telefonat e para që ishin atëre, në 2000 pak, dhe incizoja veten time, zërin time video duke kënduar, dhe të gjithë në familjen time qeshnin edhe do bëjmë këngëtare çupa. Dhe unë të rinjve ju them këtë. Edhe sikur në shtëpinë tuaj ose në dhomën tuaj të jeni vetëm ju dhe muret, shfaqeni botën tuaj. Mos keni frikë ta shfaqni talentin tuaj, sepse në një moment një vesh mund të dëgjoj, një sy mund të shikoj dhe ti papritur mbas disa kohësh ti shfaqesh në një vend që nuk e kishe menduar kur të ishe. Kështu që hiqni frikën, gjithmonë guxoni dhe nuk i dihet asnjëherë të ardhmen, se rëndësishme është iniciativa jon, dëshira jon, edhe pastërtia jon në fundit në të bërit e artit, sepse arti në vetvete është i pastër. Çfarë do të pres publiku nga ky spektakël dhe pse publiku duhet ta ndjekë këtë spektakël? Duhet ta ndjekë para sepse tregon ushqimin e brezave që Korça e ka në deje. Dhe ata veti kanë rritur fëmijët, besoj, familja, me dashurinë edhe me dëshirën për artin. E para duhet ta ndjekin sepse është ushqimi shpirtëror i vetë familjeve që ua ka trashëguar këtyre fëmijëve, dhe e dyta duhet ta ndjek sepse është brezi dhe fuqia më e madhe e një shoqërie, dhe e treta duhet ta ndjek sepse ata japin dashuri në çdo veprim të tyre, në çdo tingull të tyre, ata janë vetvetja, janë të sinqertë, janë të pafajshëm, e shprehin artin në nivelin më të lartë të tyre, ashtu siç shpirti i tyre e ndjen. Kështu që edhe për të parë energjinë e të rinjve, edhe për të parë atë ndryshe nga aktivitetet e tjera, jo vetëm Rinj Show, por çdo aktivitet për të rinj duhet ndjekur, sepse ka spektakël, ka energji, ka forcë, ka risi, dhe atje ku ka risi, energji, ku ka të rinj, atje duhet të ketë edhe publik. Shumë faleminderit që ishit këtu sot me ne. Gloria, shumë faleminderit dhe Eva, shumë faleminderit. Unë ju uroj shumë suksese. Gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Miq, do të shkëputemi tani dhe do të rikthehemi sërish në studio me të ftuarit e radhës. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë me dy përfaqësues të shkollës Themistokli Gërmenji në Rinj Show.
Gabriel Sulokoka, përshëndetje Gabriel, Përshëndetje. dhe Neral Bosmanli, përshëndetje Dima. Si u bët pjesë e Rin Show? Po, unë tani u bëra pjesë e Rin Show duke marrë pjesë në një aktivitet tjetër, le të themi Act Plusi. U tregova, u interesova, pasi kishte marrë pjesë në shoku tim dhe thash pse mos ta provoj dhe unë një si një eksperiencë të re në jetën time. Dhe më pas, nga që më pëlqeu aktrimi dhe mora pjesë përsëri në Rin Show. Po për ty, Gabriel? Atëherë unë pjesë e Rin Show jam bërë vitin e dytë, do me thënë vitin që kaloi, sepse në vitin e parë nuk u mora, nuk i kushtova rëndësi le të themi, por pasi pa shfaqjen që shkolla jonë dhuroi, si të thuash, më pëlqevi dhe doja patjetër të isha, unë tashmë kam për vitin e dytë këtë vit dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e Rin Show. Në cilën disiplinë artistike po performoni? Atëherë, unë kam 2 vite që performoj në 2 disiplina artistike, në aktrim dhe në kërcim. Po ti, Neral? Ndërsa unë jam marrë vetëm me aktrim. Cilat të pëlqen më shumë për këtyre të dyjave, duke qenë se ti merresh edhe me aktrimin dhe me kërcimin? Atëherë, për mua më pëlqen më shumë dhe ajo që unë do vazhdoj është aktrimi, sepse unë kam vendosur dhe do shkoj në artet. Urojmë shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit. E ndjej shumë veten aty. Kam shumë dëshire, jam i japur nga për çdo gjë në lidhje me këtë profesion dhe e them me plot gojën e dashuroj si gjë. Si po përgatiteni për këtë spektakël? Po tani përgatitja jonë si gjimnaz është shumë serioze, nga të gjitha aspektet le të themi. Kemi shumë pjesëmarrje si vit, sepse nxënësit janë të interesuar dhe kanë dëshirë për të marrë pjesë në këtë aktivitet dhe shikoj që do kemi një performancë shumë të mirë këtë vit. Po ti, Gabriel, si mendon? Atëherë unë së fillim do të falenderoj profesore Blerta Belliu. Ajo është kujdesur që çdo vit ne të na japë dikë të talentuar dhe që ka eksperiencë në këtë punë. Unë tashmë kam 2 vite, siç e thash dhe pak më përpara, vit kam patur rastin të punoj me Franz Bregun, ndërsa si vit me Renaton dhe Regjoistin. Për mua, unë kam marrë shumë nga kjo gjë, ata kanë eksperiencë dhe mundohem, i dëgjoj pa masë dhe mundohem që ato këshillat që ata më japin ti plotësoj sado pak, pavarësisht se jam në fillimet e mia. Po. Çfarë ndjesie është të paraqiteni të aktroni në skenë përpara publikut? Atëherë, unë kam një problem që besoj shumica e kanë, kam një problem me emocionet. Është e vetmja gjë që s'kam arritur ta përmirësoj pavarësisht se kam patur rastin të dal disa herë në një koncert, le të themi. Nuk kam emocione gjatë kohës, por kam emocione 5 minuta apo 10 minuta përpara se të nis shfaqja. Besoj se kjo me kalimin e kohës, me kalimin e daljeve në një televizion do hiqet patjetër, por mbejtet akoma për mua kam shumë emocione para se dal. Po për ty, Neral, pse është të aktrosh në skenë? Po dhe për mua deri diku janë të njëjta me Gabrielin, sepse duke qenë se jemi edhe në hapat tona të para në këtë fushë, le të themi se është pak e vështirë për ne dhe më kapi një ankth, një emocion i paparë që nuk di si ta përshkruaj. Nuk di të them të drejtën, por që me kalimin e kohës, sa fillon dhe vazhdon shfaqja, pastaj nuk e di qetësohet edhe nuk e merr vesh fare, thjesht ikën shfaqja, mbaron. A bëni diçka që ta përballoni emocionin para se të dilni në skenë? Po, apo thjesht thoni do dal atje dhe do e bëj? Jo, unë përpara se të dal në skenë, unë bëj si ecejak. Po. Do me thënë, rotullohem disa herë, mundohem që të largoj emocionet, sepse në këtë pjesë emocionet janë ato që janë çështja kryesore, sepse në momentin që ti çlirohesh nga emocionet dhe nga ndjenjat, se duhet të mësosh me një publik të gjerë, mendoj se atë që ti do bësh, do realizosh, e realizon më mirë, sepse emocionet të pengojnë. Do me thënë kanë një peshë shumë të rëndësishme, mendoj unë, sepse kemi patur rastin që kemi harruar dhe tekstin. Po. Pastaj besoj është improvizimi. Patjetër. Në atë moment. Po patjetër, dhe kjo është aftësi më vete që ti të kapësh situatën dhe që mos e lesh të nënkuptohet në publiku, sepse besoj se ju mbet vlera, ju mbet çdo gjë asaj. Kjo besoj është pjesa më e vështirë. Shumë duhet të bësh shitarisht ta kapësh situatën, ta kthesh ashtu siç duhet. Un kam patur rastin që të kem publik pak të dashur dhe më kanë mbështetur dhe kur e kanë kuptuar që unë kam patur emocione, por mbeten akoma.
Sa kohë ju duhet që t'ju kushtoni provave? Shko, aktrimi është diçka shumë e vështirë. Normalisht është pjesa hyrëse për mua shumë e rëndësishme dhe në fillim duhet t'i përkushtoj shumë, sepse duhet t'ysh në karakter, në rol, në atë që ti të karakterizon atë rol, do me thënë ajo që ti duhet të bësh, ta sillesh në formën më të mirë, pastaj gradualisht besoj se i rallohen prova sepse ti je brenda karakterit, zhvillon më tepër karakterin dhe thjesht pastrime dhe pjesa që ta bësh më mirë. Dhe që të mësohesh me skenën konkrete ku do dalësh. Patjetër. Po për ty në real? Po, për mendimin tim, një veprim i mirë që kam pasur dhe nuk më ka lënë as në çdo shfaqje që kam marrë pjesë, provat nuk i kam ulur asnjëherë intensivitetin e provave. Edhe kur kam ndier siguri, edhe kur kam ndier pasiguri, jam munduar që provat e mia të jenë konstante dhe të mundohem të mbaj një nivel që më ka kërkuar regjizori, që më thotë për shembull, ti do mbash këtë nivel serioziteti dhe mbyllet. Se ndonjëherë në fakt kur mendon që diçka e ke mësuar ashtu siç duhet, kur ndihesh pak më i sigurt se ç'duhet. Shumë e vështirë. Në fund. Më fal që të ndërpreva dhe mendoj se aktrimi dhe aktori asnjë nuk e ka një rol të plotësuar. Gjithmonë ka vend për plotësim. Asnjëherë nuk mbaron provat e aktorit. Asnjëherë nuk mbaron sepse ka diçka shtesë, ka një element që ti duhet ta shtosh që ndoshta mbasi ti e ke bërë si gjë e kupton. Dhe nuk u ka asnjë që të thuash unë e kam bërë mirë, sepse del dikush ndoshta që e bën më mirë se ty, e kupton, dhe nuk mund të flasim me siguri asnjëherë. Gabrieli e tha që në Rin Show kishte marrë pjesë dhe vitin e kaluar. Po për ty në real, është hera e parë kjo në Rin Show? Kjo është hera e parë për në Rin Show, siç ju thash, por jam marrë me aktrim dhe në aktivitetin më parë se Rin Show që ndodhi në nëntor, Akt Plusin. Po, duke qenë se tashmë është hera e parë, si ndihesh? A ndihesh i përgatitur, i emocionuar? Po tani i përgatitur nuk mund të them sepse nuk mund të bëhesh një aktor i fill të le të thuash me kaq pak pjesëmarrje sa çka marr unë, po që e kam shumë me qef pjesën e aktrimit dhe më pëlqen shumë, dua ta vazhdoj. Dhe nuk besoj se do më humb as kjo dëshirë, por edhe nga Rin Show kam të njëjtën ndjesi si në Akt Plusi. Janë gati të njëjtat aktivitete. Çfarë do thotë për ju të përfaqësoni talentin e të rinjve të Korçës? Shko, atëherë kjo që sapo bëre ishte një pyetje pak e madhe, sepse unë nuk e quaj veten talent, flas për veten time, është diçka që unë kam pasion, kam shumë dëshirë ta bëj. Dhe pastaj do shikohet në vazhdimsi nëse unë kam talent apo nëse jam thjesht një fan, si të thuash, apo një që e dua këtë si profesion. Modestia të ndihmon, po duke qenë se ti po merresh me gjëra të reja, gjithmonë talentin e ke. Shiko, atëherë unë kam patur fatin të punoj me aktor siç e thash dhe më përpara dhe nga ata kam dëgjuar fjalë të mira dhe janë ata që më shtynë që unë ta vazhdoj sa më shumë dhe kur mos ndaloj në këtë gjë që po bëj, përposhtë dhe dëshirës së madhe që kam. Po për të ndërtuar, çfarë do të thotë që ti ta përfaqësosh rininë e Korçës denjësisht duke qenë vetë një i talentuar? Po, njëta që shkon edhe për mua, nuk mund të them se jam i talentuar me plot gojë, le të themi, por kam një ide, kam dëshirë dhe kur nëse ke dëshirë të bësh diçka, gjen kohën, gjen vullnetin, gjen dhe vendos dhe punën për të bërë diçka. Pasionin dhe disiplinën. Po, nëse këto ndodhen tek një person, nuk ka pse mos t'ia dalë asaj gjë që po vazhdon. Provat në fakt nuk kanë aq shumë që kanë nisur, po deri tani a ka ndonjë moment që ju do ngelet në memorie? Shko, e gjithë rrugtimi Rin Show është mendoj se janë momente që nuk duhen harruar dhe nuk harrohen, sepse çdo periudhë ka lezetin e saj, ka batutat e saj, ka si të thuash emocionet e veta, sepse janë ato që e bëjnë të veçantë këtë aktivitet. Po për të? Për mendimin tim, çdo moment i cili unë kaloj me miq të mirë, me shoqëri të mirë dhe me njerëz të cilët janë të interesuar rreth diçkaje e cila më lidh atë me mua, është një moment i kaluar mirë. Dhe mendoj se do jetë deri në fund kjo gjë. Çfarë pritshmërish keni për shfaqjen tuaj? Shiko, ne do japim maksimumin, as që nuk diskutohet në këtë pjesë. Duam patjetër që të jemi shkolla fituese këtë vit. Dhe do bëjmë çmos, do punojmë fort. Them kemi një grup mjaftueshëm të mirë, mjaftueshëm të talentuar, domethënë me pak eksperiencë që kam, punojmë fort, kemi regjisorët
që po na përgatitin, që janë shumë të mirë dhe besoj se do përgatitim një shfaqje që do lem diçka në shikuesit. Dhe ne tifozët e Themistokliu do jemi aty të gjithë periudhën. Po, shpresojmë dhe juve që bëjmë krenar si përfaqësues të shkollës jemi dhe ne ju kemi bestuar dhe dim që gjithmonë na bëni krenar. Çfarë mesazhi keni për bashkëmoshatarët tuaj që duan ta ndjekin rrugën e artit? Po tani një mesazh shumë i fortë për bashkëmoshatarët e mi do të jetë që nuk dua që ata të fokusohen tek ana monetare, le të themi, do bëhem aktor, do fitoj kaq lek. Do bëhem aktor, do blej këtë. Aktor do bësh nëse ke dëshirë ta bësh. Dhe pastaj vjen edhe këto të tjera. Këto janë, domethënë, gjëra që dalin rrugës. Po. Një aktor i suksesshëm është një aktor i cili e ka dëshirë. Është totalisht tek ajo gjë. Nuk e shikon dot vetëm në një profesion tjetër. Është e vetmja gjë në sytë e tij është ajo. Nuk mund të bëhesh aktor pa pasion. Po, nuk mund të bëhesh dot aktor pa pasion dhe këtë i uroj të rinjve dhe moshatarëve të mi gjithashtu që pasionin e tyre mos ta lënë asnjëherë. Qoftë aktrimi, qoftë baleti, qoftë nuk e di. Po. Shiko, moshatarëve të mi i them që të merren me art, sepse arti është diçka e veçantë për mua dhe është pak problem kjo pjesa e të paturit emocione që e cekëm dhe pak më përpara dhe ndoshta është kjo ndrojtja që këta, domethënë bashkëmoshatarët e mi kanë të dalin. Dhe pse ata mund të kenë dëshirë, mund të kenë pasion, mund të duan shumë dhe si të themi emocionet janë ato që i pengojnë ata, i them që të marrin pjesë si në këtë aktivitet se është një mundësi shumë e mirë që ti të shfaqesh veten dhe të tregosh talentin se kush je. Dhe gjithashtu i them të punojnë fort, të kenë disiplinë, sepse janë këto që të bëjnë vërtet ty profesional. Shumë faleminderit të dyve, ishte një bisedë shumë e këndshme dhe ju uroj shumë suksesa. Faleminderit ju. Dhe unë me shpirt lutem ta fitojmë ne këtë vit Themistokliu. Shiko, ne do ta fitojmë për juve që na ta. Ky është qëllimi ynë. Nëse e fitojmë do jemi përsëri këtu bashkë për të ndarë ato emocionet e finales. Patjetër. Shumë faleminderit Dima. Ishte kënaqësi për neve. Ishte një kënaqësi. Rind Show në fakt është një dëshmi se sa shumë talent dhe pasion ekziston tek të rinjtë e qytetit të Korçës. Përmes artit, muzikës dhe performancave skenike, ata po tregojnë se rinia është një forcë e madhe krijuese që meriton të mbështetet dhe të promovohet. Ky ishte një tjetër moment nga emisioni Të rinjtë për të rinjtë. Ju faleminderit që na ndoqët dhe deri në episodin tjetër, mirupafshim.